Mirëmëngjes, dashur miq të rubrikës tonë, ju përshëndes. Jeni njerëz më nderuar që për mua sot, nesër, pas nesër, çdo ditë keni qenë dhe do të jeni njerëz më nderuar miq të kronikës tonë të Lipani. Desha të bëjmë të pyetje këtij kryeministrit tonë, se dita 23 e protestë sot, edhe kryeministri jonë përsëri në vend që të bëjë një përçapje për të folur për këta njerëz që po rrinë shesh, ai përsëri mundohet me ato veglat e veta, me ta taun, me atë ballën që ka, që thotë ka njerëz të Iranit, ai balla me një fut kish dalë atë një foto e pash. E thoshte janë njerëz të Iranit, këta janë pagu nga Irani, po nuk paguhet i gjithë popullin nga Irani. Pas harros zoti Rama, kryeministër, në vitet 90 kur ngritën demonstrat ishe aty, ishte pas nesh se ishe hala mendojshë se ndoshta nuk porxohet sistemi. E ishe pas nesh unë vetëm brapa. Tani që ke hipur në pushtet, ke marrë postin e babait tonë, dajës tonë të atyre në blokit, do ta mbash ashtu me forcë, sikur deshti ta mban dhe në veri me blokun e vet, e ke gabim. Pra, mos harroj Rama, se populli është më i madh se uragan, është më i fortë se uragan. Populli është ai që ty të paguan, populli është ai që ty të nderon, populli është ai që ty të rrezon, populli ty po të kërkon dorëheqje, populli ty po të thot eksin, se 30 vjet pas babës tonë që mbajti 50 vjet, se 30 vjet ti vetëm korrupsion, probleme e kriminalitet ke sjell në Shqipëri. Ashtu, siç e muart 97-ën me kriminal, me ata kriminal e mbajt shtetin, ata kriminal që futi shtetin në burg, gjykata në burg, i nxorët lirë, ata kriminal që vranë me qindra mira, ata kriminal që zaptuan tokë, ata kriminal që s'lan gjapa bon Shqipëri, të gjithë i liruan nga burgu. Pra, në vend që të ndohesh, të dorëheqin, e të thuash me falni popullin për besimin që patë u s'mund ja u plotësova dëshirat, ti po i mundohesh që popullin tënë ta quash Iranianov, spionat e Serbisë, Tiranit, të Greqisë, tash. Jo e Rama, të gjithë ata me qindra nga ata kanë votuar për ty, me qindra nga ata kanë broritur për ty, me qindra nga ata kanë pas besim të këti, e ti ke shgënjur. Pra, të lutem, jep dorëheqje, pa shkatruar Shqipërinë, pa çuar më protestën në nivele më të errta, ose mos u mundo që me spihunat tu të shuash protestën. Sepse protesta e popullit nuk shuhet për idiotat që i shtetit të shkryjnë flamurin Izrael o flamurin, çfarë do flamurin të shkryjnë. Ata që shkryjnë flamurin e kanë bikurrizin e vetë, sepse ne po bëjmë protest për bukën e gojës, për tokat tona, për vendin tonë, për fëmijët tonë, për të ardhmen e fëmijëve tonë, për të mirën e Shqipërisë, për begatinë e Shqipërisë, vetëm për shqiptarë. Nuk po bëjmë protest kundra Amerikës, as kundra Izraelit, as kundra askujt tjetër. Vetëm protest kundra qeverisë korrupsioniste të Edi Ramës. Ju falenderoj.